Doktor Lulzim, të gjithë të ftuarit kam qef t'i pyes për dy përvojat më të mira gjatë karrierës profesionale. Dy përvojat më të mira dhe dy përvojat më të këqija. Cilat kishin me qenë ato tuajat? Përvojat mira ka disa. Ndoshta në vitin e kaluar. Po, pjesa e parakrahut të një pacienti që është po, ngjitur. ajo është që të desha me përmend, ajo është sfida më e madhe mjekësore për mua, si rastësisht kam qellu kujdestare dhe kam udhëheq operacionin. Kemi punu në mënyrë të shkëlqyer, në mënyrë ekipore, domethënë ne si kirurgji vaskulare, kirurgjia plastike dhe rekonstruktive, kirurgjia ortopedike Dhe neurokirurgjia nëse. dhe neurokirurgjia. Pacienti e ka dorën e vet, lëvizor gjallë. Aja ka qenë kulmi i operacione, kretë të e marë parasysh kushtet e Kosovës, kushtet e universitetit tonë. Dhe ka dhe shumë tjera, rasti më i fundit është, sot e kom vizitu, se sot i kisha konsultimet në qendër klinikën vizitare, ka qenë një bypass aortobifemoral, një përvojë shumë sfiduese, po shumë e mirë, rezultatet e shkëlqyeshme. Ky rast ka qenë shumë i rrallë dhe interesant se aortën nuk e ka pas në anën e majtë, po e ka pas në anën e gjathë. Venën kava që e përmenu mëherët e ka pas tash jo të gjathas, që e krijon Zoti normalisht, e formëson, por e ka pas majtas. Dhe ka qenë shumë obez, shumë i plot. Dhe kur e kemi hapë barkun, na pengoj kjo shumë. Ka qenë një sfidë vërtet. Mezi kemi arrit, kur kemi arrit atu, e pam që vena kava është në vendin e aortës, aorta në vendin e venës kava. Dhe preparimi ishte shumë i vështirë, sepse nuk na lejej ke vena kava me shku te aorta, u dashke me shku deri te arteriet renale. Se aty bëhet anastomoza proksimale, merret gypi sintetik në formë të pantolonave dhe prej aortës nën veshka, gjaku merret dhe qitet për dy kom. Ka zgjatë dikun operacioni 6 orë, sot e pash ishte në gjendje të shkëlqyeshme pacienti. Dhe është një kënaqësi shumë e madhe sepse e din që është kryer një punë shumë e madhe, domthonë jo vetëm që është shpëtu një jetë e një pacienti, por ai pacient tash në një kohë tepër gjatë, sepse është relativisht i ri, dikon është 52-3 vjeçar. Domethënë, nëse ju përmbahet rregulla autona, pothuajse prijet e ka zgjedhën problemin e ushqyeshmërisë me gjak të pjesës të poshtme të trupit dhe të ekstremiteteve të poshtme. Po të rasti i parë, si ka ardhur pacienti në gjendjet e ju? E ke fjallën për amputimin të krahut. Më kujtohet ka qenë mramje, ka 2 vjet kjo punë, ndoshta edhe më shumë. E sjellnin prej spitalit PS nëse zgaboj, pacienti dikon nëse zgaboj rrethines të stogut, me dorë pothuajse të amputuar komplet. Ne i themi tash me që nuk është komplet e kaputne, është semi-amputation, semi-amputacion, vetëm lëkura dhe një pjesë është radiusi, kocka dhe ullna me pak shtresë në lëkurë e majshin, domethënë e kacavjerne. Dhe jem mendu gjatë, se në ato raste njeriu do të ketë kritere të shëndoshme mjekësore, thjesht do të punoj, do të vlerësoj, të mendoj sikurse për trup tonin. Dhe është ai Messi classification. Klasifikimi do thotë kur e mrin numerin 6 ai klasifikimi. Do thotë është koha 1, 2, 3, 4, 5 shifra, sa kohë kanë kalu, sa orë për lëndimit, është iskemia. Te ky rast ishin komplet edhe indet e buta dhe indet e forta. Me një fjalë ishin pre në këtë nivelin ku është mas shftiri me punu afër shuplakës dorës, arteria radiale, komplet me 2 venat radiale, arteria ullnare me 2 venat ullnare, nervi radial, nervi median, nervi ullnar, komplet të thivat, koska radiusi veç pak i shmet ullna dhe ish problem a me remodelu ata, me atë pjesë veç me hek edhe me remodelu, me bo amputim kirurgjik si dohet, apo tash më mundu me bo që ne mjekësi thojmë implantim dorës. Për kushtet tona, u mendum gjatë klasifikimi si pas mesit të mdal ke 6, dorën zemër, me 6 është lajmi keq, po pacientit i thu ekstremitetin fjallë duhet mu remodelu, duhet mu hek krejt më amputu, se s'ka mundësi rekonstruksioni. Po një djalë i ri, ishte nëse zgaboj vetëm një djalë pas shumë motrave,
në vendin e punës, aja makina që pren metal, gjatë punës, bile unë e kam edhe videon e asaj punëtorisë që e kanë incizu, për një moment posa fillon punën, ai nuk e di aksidentalisht, do të thotë ai tehu i madh, për me njëherë ja bën prerjen, ose amputimin traumatik që i thojmë na, dhe ai, si sot e kam parasysh atë figurë, nuk fol ke kur gjokor, por qajke i rrëdhshin lëtë kështu vetë. E baba i vetë me familjarë, doktor bonit pa mundën zaman se që djale e kem, atëhere i kom thonë ekips, hajde po him bashk, ka qenë specializante nëse s'gaboj, se specialist tash pas në harru kirurgjisë vaskulare, edhe i kom ledhe ekipen krejt, në këshyrshin mu, tash pianisum, po jo be doktor qenë ka krejt, ortopedi tha qenë ka lëm, ka këput krejta, qa bojmë të? Tash puna jote me e para, është tash unë e komunal gjakderjen, tash ti fiksoj kockat, se që ashtu shkon reni kirurgjik, tash si ti fiksoj kockat ti, unë e kom i bore konstruksionin, tash ja marrë venën pe i kom e bëj, po jo be zbohet, hajde tash pianisum pe i bëj, me emër zotit kemi kry, edhe ja mas një 4-5 orë, se di sa kemi punu, se kom harru tash shumë punë prej asoj kohë, dhe të gjithë zbashku, gjithë energjinë zbashku, edhe ja dolëm. Ka qenë një lajmë shumë i rëndësishëm, për atë edhe më kujtua. Tash pacienti ndihet mirë, edhe ka dorën në funksion. Po bën disa vizita, pak ma ralli bën, po është shumë mirë. Bili moti kohë s'ka qenë, po është ma kujtut edhe ju mund, dhe të më këthyt në kohë. Po është njëri prej operacioneve ndoshta më të mira që në karierën teme kemi realizu në mënyrë ekipore në qendrën klinike universitare. Se fatkesisht unë jam i tharë shumë i kësaj pune, sepse kësaj jam shkollu, dhe vetëm pune ekipore na qëneve për para, si kom nuk mu i punojmë na, jo vetëm mjekësia në kirurgji, po në çdo fushë tjetër, nëse nuk punojmë si ekip, ne nuk mund të ecim për para. Është shembulli më i mirë, ka edhe plot shembuj tjerë, po kjo është që ma kujtove, ku në mënyrë ekipore kemi gjetë gjuhë përbashkët, kemi përkrahur shumë njëri tjetrin, sepse pastaj ajo është nënshtruar një ndërhyrje neurokirurgjike te na, pak edhe një korekcion të vogël ortopedik, do me thonë, po gjithmonë kemi gjetë një gjuhë shumë përbashkët si ekip, dhe qëllimi ka qenë shumë i mirë që t'ja shpëtojmë dorën këtij pacienti, çka edhe puna përbashkët ka rezultuar me rezultate shumë të mira.